Përshëndetje miq të Antena TV-s, kurse e pa se regjia sot është pak e hutuar për shkak të shiut. Sot jam me mikun tim të mirë, zotin Karanxha. Zoti Karanxha na ftoi shpesh për aktualitetin në vendin tonë, sepse është njohur shumë i mirë, jo vetëm i ligjit, por edhe të dinamikave të ndryshme. Tani unë sot nuk të kam ftu për motin. Po dhe moti ka ndikuar në procesin penal. Pra kjo është ideja, për ta parë motin në ndikimin që ka pasur në procesin penal, ose të paktën kanë motin edhe në si thonë, mjedisin jo vetëm Durrës, por edhe këto ujërat që kanë trazuar Tiranën. Një lajm që pati dalë sot, paktën vino që desha ta të merri atë, si thua, ekspertizën tënde, është se zoti Velie nuk ishte paraqitur në gjyq, i kishin bërë dhe një kështu, drejtoria burgjeve kishte bërë dhe një sqarim se ne ishim në kohë sipas tyre, po zoti Velie nuk pranoi, ndërsa nga ana e zotit Velie për të marrë pjesë në gjyq për pra në gjykatën e posaçme kishte sqaruar të paktën se nuk kisha drejtoria burgjeve ose stafi i policisë burgjeve ishte paraqitur vonë dhe për shkak të motit të keq ndoshta do kishin humbur dhe gjyqin ose edhe trafiku, se s'po marrin vesh tani se kanë ndikuar gjithë trafik. Trafiku është i madh. Moti, absolutisht. Po kemi parasysh trafiku fillon qytet Qafë Kasharit. Do të patëm, kështu që domethënë ka shkaqe objektive që këto. Unë më i fjalë jam para vitit të ri, në fakt se është dhe ky fluksi i emigrantëve ose shqiptarëve që jetojnë jashtë dhe vinë në Shqipëri ndikojnë, po me fillimin dhe të arsimit, sidomos të fillores dhe të mesëm edhe trafiku është orientuar pak, sidomos në ditët e shiut. Një ditë para vitit të ri për të shkuar në Durrës mund të jesh diku te 1 orë e gjysmë. Mos edhe më shumë. Minimalisht 1 orë e gjysmë, po e llogarita që u nisa përpara, si thua, që të kapja takimin aty. Duhet kemi parasysh janë disa akse. Është Qafë Kashari deri tek Casa Italia. Një. Si të shqetësuesim. Ke problem dhe ndaljen nga qyteti i Durrësit. Aq më tepër që sot ne pam dhe një përmbytje. Pam njerëz të cilët dilin me varg. Pra kishin lënë automjetet e përmbytura dhe merreshin varg ose një gomone për të shkuar në punë. Problemi është mos na dalin me braçale se janë nga ata që s'din not, edhe duhet më shpëtu. Qyteti i Durrësit, domethënë po të keni parasysh të gjithë din not, por edhe ata që s'din not mund të kenë marrë në braçale ose mund të kenë marrë nga ato dyshekët, janë dyshekë të cilët janë fryrë për të shpërtuar jetën, sepse vende me sa pam nga pamjet filmike ishin mbi 2 metra. Pra domethënë janë më të thellë se lartësia e trupit. Çka tregon që duhen marrë masat që të shpëtohen. Durrës faktikisht situata është përpos si thua ironisë, Durrës situata është vërtet tragjike, me thënë drejtë. Është shumë e rëndë. Sidomos për ujin e për to. Kjo ka ndikuar dhe tek cilësia e banorëve të IEVP-s Durrës. Pra cilësia e jetës dhe rrezikshmëria e jetës dhe me sa di unë të paktën burgu i Durrësit është i përmbytur dhe të paktën nuk e di se çfarë po bëhet momentalisht atje në raport me të burgosurit ose të arrestuarit, se pra kemi të burgosur dhe të para burgosur që po vuajnë dënimin në IEVP ose thjesht janë të arrestuar që po janë banorë të përkohshëm derisa të marrin vendim gjykata që janë tek IEVP-ja. Tani në tilla raste vino si mund të procedojë policia ose si mund të sigurohet jeta e të burgosurve? Shqyqyrë, domethënë nuk kemi pasoja në jetën e të burgosurve. Policia më njëherë sa ka marrë njoftim për ngjarje, ka pasur dhe mjete ndihmëse, siç mund të jenë gomonet e vogla, jelekët e shpëtimit, por me bërë të mundur. Po s'kemi që bëmë, se është një përmbytje e cila është e paparashikuar. Intensiteti i rreshjeve ka qenë i lartë. Dhe merren masa që të shpëtohen jetët e të burgosurve. Edhe në rastin konkret, është më e rëndësishme e drejta e jetës, apo e drejta për me u paraqit në gjykat për me bojë gjyqin. Gjyqet po për rastin e Veliet. Po rastin e Veliet, domethënë se është dita dje, por edhe dje domethënë ka pas shkaqe objektive. Edhe përmbytja sot, nga njoftimet që pam shtyp janë përmbytur 8 qeli. Po përmbytja edhe mund të vazhdoj. Mund përmbytja 10 të kaloj në distanca të larta, sepse nuk është herë e parë që Durrësi përmbytet, pra nuk është një dukuri e jashtëzakonshme.
Organet e policisë kanë vepruar në kohë dhe kanë shpërtuar dhe jetën e të burgosës, se mund ndodhe edhe pasoja fatale. Fatkesi natyrore. Edhe është fatkesi natyrore se një burgosur është i izoluar, ka të pamundur dalë jashtë, nuk është se jenë shtëpi që hap derën edhe ikën. Aty je me çelca, je me hekura, do të s'ke nga lëviz. Kështu që dhe detyrimi është më i madh për personat e paraburgosur dhe të dënuar për të shpërtuar jetën e tyre. Dhe policia ka vepruar në kohë, është bërë evakuim dhe është shmangur ky rrezik. Ndërkohë dhe në qytetin e Durrësit u konstatua një përmbytje në zonat caktuara, kishte përmbytje te normave të lejuara. Pra katet e para kishte arritur katet e para. Mos harrojmë që kemi dhe me -2, pra domethënë kemi garazh dhe poshtë që mund të ketë shku ujë dhe mund të jenë përmbytur. Ka ndodhur dhe në Tiranë, te Tirana e Veliit, si më thënë, se mos ta bëjmë kështu sigur dhe këtu nuk ka ndodhur. Por rastet atë dua të dimi, sepse ndoshta edhe publiku është kurioz, ose për tërmetin, kur ka ndodhur gjëra tërmetit, se vërtet folën për familjar ose viktimat që kanë qenë bllokuar, po në rastet e tërmetit, si procedohet me burgosurit, sepse edhe godinat, nuk besoj se janë ato godinat e burgut të JVP-s Durrës, paktën me aq sa kam pa unë, ose nga amortizimi, nuk besoj se janë më të sigurta në botë, si ja bën. Hapin kamping jashtë burgut si. Në rastet e emergjencës duhet kemi parasysh, domethënë, sepse është detyrimi i shtetit të sigurojë jetën dhe shëndetin e të burgosurve. Pra është si detyrime. Para domethënë, mos trajtojnë si të njerëz se kombllafin ta. Pra në rastin konkret është proceduar me njerë dhe kur ka raste tërmeti bëhen, sepse tërmeti nuk zjat me orë tëra. Tërmeti ka afate, domethënë që zjat dhe bëhet e mundur evakuimi në rast se ka dëme. Dhe kur ka qenë problemi tërmetit në 2019, nga bisedet që kemi bërë dhe me banorët e qytetit Durrësit, tërmeti i 2019 ka pasur pjesa zonës së Currilave dhe pjesa, domethënë, mesi Durrësit, nuk ka pasur shumë valë, domethënë vala ka qenë më e dobët, nuk e di për shkak të zonës argjilore është amortizuar, kurse pjesa Knet, domethënë pjesa poshtë, domethënë që ka ndodhe është tundur, domethënë ose më saktë, ka qenë amplituda më e fortë, ka qenë më e fortë. Por kur ndodh një fatkesi natyrore, organet e policisë konform ligjit, ndërhyjnë me njerë për të bërë të mundur ruajtjen dhe sigurimin fizik të burgosurve, dhe sigurimin që të mos largohen, po e para është mbrojtja e jetës dhe shëndetit. Pra se kemi një nevojë ekstreme, që ne s'mund ta lëmë, për shembull, vjen një përmbytje e madhe. S'mund ta lëmë që të mbytet personi aty. Ne do ta nxjerrim, ta shpëtojmë, të marrim masat që ta ruajmë jashtë kur del. Ose po të kemi parasysh, domethënë, ka qenë dhe një film i bukur, Ditët e fundit Pompeut, po të kemi parasysh. Aty Vezuvit duke shpërthyr, duke vazhduar, këta vazhdonin luftën me shpata akoma, po pritet, duhet largohesh nga qyteti, edhe punë e kësaj. Neve do ruajmë njerëzit. Ose e keqja po ecën, shqiptarët vazhdojnë e zihen me njëri tjetrin. Ndërkohë aty po bëhet namin. Që kjo është ndodhur edhe është fiks për Shqipërinë. Vino, paktën tek në rastin e burgut Durrësit, a mendon se trajtimi të paktën një parë burgosëve në burgun e Durrësit është më, si thua, është më të thash, i njerëkës se sa marrin trajtimin e dur, ose në rastin konkret, kur kemi të bëjmë me ky ka dalë, si kishte deputeti, se harrova tani. Çyrbja ka dalë, po kemi rastin që në burgun e Durrësit është ish ministri Beqa. Është kryebashkiaku, ish kryebashkiaku ishte deri çfarë, tani është kryebashkiaku Erion Velie, se themi do të ndryshe. Është me vendim gjykate. Ka vendosur gjykata, po, është me vendim gjykate. Tani në rastin konkret, kur kemi parë që në zotin Beqa nuk është se kemi parë një trajtim shumë, si thuash, që mund ta përmendim, por me zotin Velie kemi parë se si e trajtuan kur iku të bëja te kolonoskopin, që jo vetëm Departamenti i Burgut ose policia e burgjeve shkoi gjitha investua derisa as në intimitet me mjekun nuk e kishin lënë, pasi i e ka paraqitur si pengesë ose si shkelje drejtave të njeriut, vetë subjekti, pra zoti Velie. Ndërkohë ishin organizuar dhe ishin mobilizuar dhe këta të spakut e të BKS që po dilte Erioni se mos largohej, se kishin merak të madh. Nga gjithë ky mobilizim dhe kontrol për zotin Velie, a mund të rrezikoj për shembull Erioni që të jetë i dizavantazhuar derisa të organizohen BKH-ja, fjala vjen, apo drejtoria e burgjeve për ta... Tash unë do ta shoh në këtë prizëm.
këto rregulla nuk janë vetëm për Erion Veli. Këto rregulla janë për gjithë. Tani Erion Velia ka një specifik, po të kemi parasysh që gjatë kohës qëndrimit në burg ka bërë vepra tjera penale dhe konkretisht diskutohet përdorimi një telefoni. Pra ke risk shtuar. Sepse edhe ndryshimet po të vesh re tashin, ndryshimi siguracionit do shihet. Personi që bën aksident do jetë vlera më e madhe e primit sigurimit. Edhe në rastin konkret, kur ka informacione që pra unë nuk i kam parë informacionet e policisë të burgjeve, se duhet ketë informacione për veprime, gjërat ndryshme. Por në lidhje me intimitetin duhet kemi parasysh sepse thash nuk është vetëm për edhe të burgosur tjerë. Pra një prani e një punojësi, një burri për shkakun se do mund të ishte zorin nëse ishte një grua aty për shkakun. Është një burr, një punojës, nuk ka një tip. Unë nuk e shoh domethënë është diçka jo normale, sepse shkon bën nevojat personale ose gjërat edhe rasti që u pretendua. Por është kryesisht policia rri jashtë derës mjeku, nuk rrit brenda. Ka raste ku ka informacion do rri brenda se ndodhi ngjarje, ndodhi diçka. Kush ma është tjetër brenda për kur porua një person me rrezikshmëri të lartë. Te rasti Veliaj ne konstatojmë që thash gjatë kësaj kohe dhe varet çfarë informacioni kanë. Sepse informacionet bëhen me shkrim nga burime dhe ky është shkaku që mund të rrinë. Mund të ketë një informacion për një. Megjithatë, thash, rasti duhet të verifikohet. Kemi një rregullore burgjeve, kemi dhe ligjin për trajtimin e të dënuarave me burgim, duhet parë nëse janë shkelje të rregullave të shkelja të ligjit. Pra, të ligjit dhe akteve nënligjore. Por thash, çdo rast ka specifikën e vet. Duhet të shohim dosjen personale, informacionet që ka ndodhur, pse ka ndodhur kjo, të verifikohet nëse ka cënim apo jo. Edhe nëse ka cënim, mos përsëritet më në të ardhmen për persona të tjerë. Por i gjithë problemi ky është që neve domethënë ky rregull nuk është vetëm për Velin, është për gjithë qytetarët. S'ka se si tjetë vetëm për kjo madje domethënë duhet kemi parasysh fati që përshkojnë dhe zyrtar të lartë në IEVP tregon që këta duhet kishin parë ose duhet shohin edhe jetën e qytetarëve shqiptar. Dhe konstatojmë që gjatë kësaj periudhe numri i të paraburgosurve është shumë i lartë. Është më i lartë se numri të burgosurve. Pra ne edhe kemi, po e pranoj vetë. Rama, po mirë, ka pas dhe diçka. Rama në pavarësisht se duhet me sqaroj për publikun për ata që edhe nuk e kuptojnë mirë. Rama, sepse Rama është akuzuar gjithmonë se fjalën burg e ka përmendur për ata që vjedhin ujë, për ata që vjedhin dritat, për ata që vjedhin tokën, për ata që abuzonin me pronat e tjetrit apo të shtetit, por e ka pas të paktën për ta kuptuar publiku, opinioni publik ka pas përcisitë e flagrancës. Rasti i burgut që flet Rama, për ta sqaruar për publikun, nuk është për flagrancën. Bëhet fjalë për hetime paraprake që bëhen për një subjekt të caktuar. Mendoj unë të paktën, e kupton se mund të kesh një mendim ndryshe nga unë. Pra, vjedhja drita është kur kanë bërë një si thuash manipulim, një lidhje të paligjshme dhe jashtë sahatit, ose është ndërhyrë sahat për të paguar më pak se sa argjon. Këto janë pak a shumë. Por nuk lidhen me faktin e burgut që thotë Rama që kemi mbush burgun me ajo pjesa e burgut që thotë Rama që është mbushur burgu me para burgosur s'ka të bëj fare as me politikanët je. S'ka të bëj me politikën. Më shumë se sa ka të bëj me njerëzit e zakonshëm se ata nuk po kuptojnë edhe shqyqy që u ka ardhur për hise që po shtrëngohet laku politikanëve që tu vijet e dreta ndoshta e njerëzve të zakonshëm. Pra që të kuptojnë se çfarë është burgu. Po të kuptojnë se çfarë është burgu. Kuptojnë ata dhe përfitojnë dhe këta. Se deri dje të fol në parlament thosh burg, po ta shohin një herë kur shkon me orarën takime gjërat të saj natyre se i është duke e lehtë ose kur të kalosh 6 dyrë derisa të shkosh te krevati. Prapë aty mrena përveç rastit Veliaj me sa di unë të paktën, prapë aty mrena nuk i kanë ato probleme, po. Edhe Veliaj vetë ndoshta ka zgjedhur tjetër ashtu, po. Veliaj janë më të favorizuar se sa një burgosur i zakonshëm ose që si ka mundësi qoftë ekonomike për të qenë për ta përballuar burgun, besoj se kanë favorizim më tepër edhe politikanët dhe deputetët kryebashkiakët. Favorizim nuk mund ta them, por nuk është se i marrin me pekule, po kanë burg. Po s'bëhet fjalë. Edhe Veliaj ndoshta do kishte tjetër mas sigurimi, po të mos zgjonte redaktorin. Po, patjetër. Ai redaktori që i thot bjerin vend bote kërkesat procedurale, merre me fjalime, me nickname. Po thoja nëse Veliaj për shembull mund
ta ketë luksin të jetë vetëm qeli fjala vjen, se nuk e di. Ka njerëz që rrin nga 3-4 veta me një qeli. Unë pyetjen e dëgjova dhe tham. Për mua deklarimet ose më saktë qëndrimet e kryeministit të Shqipërisë, flas në mendimin tim personal, qoftë dhe me vjedhësit e dritave, qoftë dhe me këdo, nuk ka lidhje flagranca ose straflagranca. Ne kemi mas sigurimin. Pra, flagranca është gjë tjetër, arrestohesh flagranca, ndërkohë masa sigurimit mund vendoset dhe detyrim paraqitje. Pra dhe këta dritave duhet hetohen në gjendje të tjera. Po, patjetër. Unë kam qenë kundra këtyre dhe personalisht kur kemi pas për ndërtim për lëvizjen e mjeteve qarkullim me personave që kanë konsumuar alkool. Ku nuk është kur shteti përdor mjete të ashpra juridiko-penale për të friksuar qytetarët me qëllim të mos bëjnë vepër është dështim. Pra ti nuk të kanë dështuar mjetet e tjera, është një masë represive se ke dështuar ti me mjetet e tjera. Ti ke dështuar me sistemin e gjobave, se ti vej gjobat ti. Blokoj mjetin, sekuestroja, nesër pas nesër të funksionoj shtetin në mënyrë perfekt, që këti personi që ka e zem 5.000 euro gjoba, ti shitet shpijat, të dali shpija në ankant, pra ti djekësh xhepin, jo ta izolosh fizikisht. Unë dhe atëre kam qenë kundra masave sigurimi represive dhe sot. Sot më bëhet qefi dhe do më thonë, jam dakord me kryeministin e Shqipërisë për masa sigurimit arrest në burg. Pavarësisht shkaqeve dhe motiveve se nga niset. Mund niset nga miqtë e vetë që ka qenë në burg, mus më intereson fare. Unë jam sot ushtoj profesionin e avokatit dhe për shoh që shumë qytetarë shqiptarë për dergjen burgjeve, për vepra penale ordinere. Dhe kemi një mos funksionim të mirë të ligjit penal dhe të ligjit procedurial. Ligjit procedurial. Ata ta ndryshojnë, po duhet marrin profesionistët, sepse kemi në 2024 para 2 vjetësh u bë një mas sigurimi, doli një amnisti. Mas 2 vjetësh, se zakonisht amnistia del herën 4 vjetë, tash po del 2 vjetë, pse? Burgjet janë në gjendje skandaloze. Dhe shqyqy që s'ndodhen pasoja në burgun e Durrësit, ku ishte edhe Erion Velie. Ndërhyri policia në kohë dhe i shpëtoi ata me lek shpëtimi. Pra, u shpëtuan, u evakuan dhe u eliminua rreziku. Pra, edhe kjo, shikon po t'ishim detyrim paraqitje ato, nuk rrezikohet jeta. Pra, dhe po t'jen detyrim paraqitje, jeta nuk rrezikohet. Prandaj e shikojmë të këtu, ose harxhon policia naft që e sjell, gjitha jo tokë, shoqërimi e sjell, jo ka trafik e s'ka trafik. Pra, kjo rritja e burgjeve mund vjen keq dhe me bashkimin evropian, të cilët në çdo burg Shqipërisë është flamuri i Bashkimit Evropian. Duket sikur Bashkimi Evropian po sponsorizon Shqipëri vetëm burgje, ndërkohë që duhet të investojnë në shkolla, në masa parandaluese. Po e kanë heq pra se e mushën Shqipërinë në burgje. Dhe po më vjen shumë keq, kaq burgje sa ka sot s'ka pas në kohën e Roxhës. E kanë mushën burgje. Janë mbyll disa burgje dhe prapë s'kan vende, do hapin burgj të ri. Pra, Bashkimi Evropian po kontribon që në çdo qytet Shqipërisë të ketë nga i burg. Pra shqiptarët burgosin. Jo. Shqipërisë duhet të investohet, të merren masa parandaluese. Dhe masa sigurimit arrest në burg të vendoset kur çdo masë tjetër është e papërshtatshme. Madje ministri Lamallari bashkë me amnistin jam dakord që të bëhet një amnisti duhet të jetë më ekstreme. Mos jetë ka shumë kufizime, të jetë më e gjerë. Qoftë për personat që i fshihen drejtësisë, qoftë se ka 3 vjet burg fshihen këto dënime. Qa interesi ka shteti, nuk është kap, futi i fshihet dënime dhe miru pafshim, kaq. Pra shumë e ngushtë. Dhe duhet një relacion. Pse janë mbushur burgjet shqiptare? Pse Këshilli i Evropës po thotë që Shqipëri ka mbi popullim burgjesh? Pra duhet dalë një relacion që të kemi një ndryshim ligji. Duhet ndryshuar neni 59 dhe vijim të kodit penal në lidhje me kriteret për caktimin e dënimeve alternative dhe dënime me burg. Nga ana tjetër, duhet ndryshohet neni 230 dhe 238 i kodit procedurës penale për masat strikte për caktimin e masës sigurimit të arrest në burg. Madje, unë theksoj, në rast se merret pafajësi me arrest, prokurorit dhe gjyqtarit kanë masë disiplinore, transferim me një vend tjetër, ose edhe largim. Sepse ne kemi kur e fut burg jemi brenda. Jo. Ti nëse fut një person e lën burg atë pa lidhje dhe merret pafajësi mbrapa, ku shkon jeta tjetër?
Pra ti mund ta ndjekësh në gjendje të lirë, mbaron merr vendimi formë prerë, siç ndodhi rastin e Sarkozis. Ndodhi bëri 20 ditë, pak rëndësika e bëri. Tani neve jemi në synojmë shkojmë në Evropë. Jo, politikat e bukët janë rehabilituese, nuk janë dënuese. Por këtu kemi ndëshkuese. Pra qëllimi është që njerëzit vujnë. Pra arresti në burg, ka raste pa arrest në burg, po ka. Duhen arrestuar. Kemi veprën penale të përndjekjes, kemi veprën penale të krimeve ndaj fëmijëve, kemi dhunës në familje. Ai rref gruan çat ta çojnë prap shtëpi, që ta rrafi prap. Atëherë duhet parandalu kjo. Kemi vrasjet, kemi plagoset e rënda. Pra këto duhet shteti, duhet burgos ato që janë për të burgos. Por kemi për 1.2 gram drogë i ke në burg, i ke në kërkim. Për përdorim personal, e për shitje. Po edhe për shitje, nuk ka që 1 gram është. Ti personit merren masa parandaluese, vehet me kush, dënohet 1 e 2 herë, në fund herën e tretë çon burg. Po jo çymet të parë. Këtu kemi shtetin, pra kemi mjetet forta juridiko-penale. Pra që në fillim, nëse shteti forcon kodin penal, nuk është i zoti, është dështimi plot, sepse ka dështuar me mjetet të tjera që të parandalojë një krim. Pra kodi penal dhe burgosja e njerëzve duhet të jetë masa e fundit. Pra duhet t'i shmangësh gjitha. I ke arritur ti këto? Jo. Pse? Sepse në çdo qytet në Shqipëri po bëhet nga i burg me ndihmën e Bashkimit Evropian. Pra, mund vjen keq, Bashkimi Evropian duhet të investojë në hapjen e vendeve të punës, që njerëzit të kthehen punës dhe të largohen nga rruga e krimit. Të largohen nga mbledhjet e fushave me hashash, e kodrave, të largohen nga pasurimi i menjëhershëm, edhe ndëshkimet. Pra, çdo person që pasurohet në mënyrë të padrejtë ta kuptojë se kjo edhe po t'i kesh paret, prap do penalizohesh. Pra, qëllimi është ta paksosh, pra ta godasësh te xhepi. Jo t'i fusim njerëzit në burg. Pra një person u pasurun, më një palisht i merr pasurinë. Lind pyetje gjithë këto shpërdorime nga populli penal, nga këto shpërdorime në fonde. Sa janë kthyer në buxhet shtetit? Zero. Zero. Dhe ca prona janë 60 milion euro që janë. Edhe ca prona që janë sekuestruar janë prish, sepse një shtëpi, qoftë kudo shtëpi plazhi, po nuk u hap, po sjetoj robi, shtëpia kalbet, prishet. Edhe ngelet një gërmall. Pra ne këtu duhet shohim. Pra, mendojmë për buxhetin e shtetit të rritë dhe me efektivitet dhe njerëzve. E ke dieni sa është raporti i sekuestrimit të banesave, flas për politikanë, jo për grupet kriminale. Ose i pronave të paluajtshme apo i pasurisë. Ajo do punë, se është në emër të personave të tretë, por kur provohen lidhet është i ulët. Se këta merren vetëm me krimin e organizuar, por korrupsioni për mua i ka bërë dëmin më të madh vendit. Sepse neve duhet shohim edhe interesin kombëtar. Kemi parasysh krimi, trafiku i drogës është i rrezikshëm. Pra ka rrezikshmëri shoqërore. Por për Shqipërinë, rrezikshmëri më të theksuar shoqërore ka korrupsioni, ngryrja. Pra ti ke ngrit një sistem tillë që nuk fiton ai që ka drejt, pra edhe duke filluar që të rekrutimin në punë. Kur ti rekruton në mënyrë me hile, pra duke shkel ligjin, se këto vijnë efekt domino, se një person që është mësuar në mënyrë të pandërprerë që të shkeli ligjin, pra shkel dhe ai sjell tendera të gabuara, pra sjell i lan borxhin tjetër që e futin punë. Pra kemi një mos funksionim të shtetit në total dhe korrupsioni na ka bërë dëmin më të madh. Sepse po të veshë kaun e lvizjes së parave, po të kemi parasysh krimi organizuar me trafike drogës se para në Shqipëri. Dëmi i shtetit shqiptar çfarë bëhet? Kapi pushtetit politik një dhe e dyta prishje konkurrencës. Kurse këta tjerë që vjedhin paratë e popullit, vjedhin dijesën e popullit tonë. Pra, këta e çojnë zero fare. Këta edhe atë që kemi dhe konstatojmë që zyrtar të lartë në Shqipëri janë edhe të trafiku drogës, po janë edhe të korrupsionit. Pra, një dorë në Revani dhe një dorë të Bakovaja, se një dorë. Domethënë, pra, këtu korrupsioni është i pari prioritet, krimi ndaj drogës, pra krimi organizuar që merret me trafik ka prioritete, se kemi parasysh, ne jemi vend aleat me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po të kemi parasysh, dhe trafiku kundër drogës e ka prioritare. Pra dhe ne si vend aleat, jemi, domethënë, duke pas parasysh angazhimet tona, qoftë NATO, qoftë në aleancë, kemi një aleancë të vjetër me Shtetet Bashkuara që në krijimin e shtetit, do procedojmë në sekuestrimin e aseteve të drogës dhe korrupsionit. Mos harrojmë ligjin që doli, sepse ligjin që doli për Ballkanin Perëndimor, Jug Perëndimor, që jemi dhe ne, dhe ligji parashikonte një vetim dhe një verifikim të gjitha
aseteve publike. Vino, ka qenë një deklaratë e vitit kaluar të një kongresmeni amerikan, Keith Self, që thoshte se në fjalë përpos se tani ne e dim shumë mirë që Amerika luftën kryesore momentale të paktën e ka kundër narkotrafikut, po flas për rrjetet ndërkombëtare, nuk flet për këta që shesin nga i qese këtu apo këta që lejnë burg, këta që lejnë burg që për statistika. Përpos narkotrafikut si rrjet ndërkombëtar, një problem i madh që i kishte hasur ose kishte rekomanduar, do të thoja, për kongresmenin ishte reforma në drejtësi, që ka dështuar për shkak të elementeve që janë përdorur, për shkak të mënyrës se si ka funksionuar, për shkak të si thuash, nuk po them formën e përndjekjes, po them në formën e njërit të pabarazisë ose të standardeve dy fishta që janë përdorur, dhe kjo ka qenë një nga diskutimet më të rëndësishme të paktën që ka nisur nga viti kaluar ose në vëmendje të Shtetet Bashkuara të Amerikës si raport, sepse produkti apo raporti i reformës drejtësi pas kaq vitesh është si thuash është jo i dobët, por është i dështuar. Kjo është e vërtet. Shtetet Bashkuara të Amerikës, të thashë edhe më parë, janë aleatët tanë dhe thonë të vërtetën. Deklarata e këtij kongresmeni është e vërtetë. Në Shqipëri reforma në drejtësi ka dështuar, sepse reforma në drejtësi është të japim qytetarëve drejtësi. I jepet qytetarëve drejtësi? Ja. Sa shkon gjyqjet në Shqipëri? Civilet shkon nga 20 vjet. Pra, ti që këtu ty të kara. Dhe qëllimi i reformës në drejtësi i trumbetuar me trumpet nga Fondacioni Soros ishte se ka bërë dhe i deklarat tjetër ky kongresmen shumë i nderuar. Thot, kanë qenë 16.000 dosje të bartura, thotë. Dhe 16.000 dosje Fondacioni Soros thotë janë shumë. Neve do marrim masa që këto t'jenë zero, të bartura, pra dosje ndorë. Sot kanë arrit 200.000. Pra është një mashtrim. Kjo linjë një problem tjetër, ku kanë shku parat e taksapaguzve amerikan të reformës në drejtësi. Dhe në rezulton që këto janë vjedhur. Sepse kemi gjykatën e apelit në Tiranë, asnjë lloj investimi nuk është bërë, është godinë e vjetër, nuk është bërë asnjë godinë e re. Ku kanë shku këto asete? Kanë shku në seminare, po mirë seminare buxhetit që kanë dhënë SBA-t për reformën drejtësi janë vjedhur. Pra kjo duhet hetohet e SBA-t, ku kanë shku parat, kush janë marrë me reformën, ku janë të ardhurat, sepse janë dhënë me miliona e miliona dollar janë të taksapaguzëve amerikanë dhe na vjen keq. Sistemi i drejtësisë në Shqipëri është shkatruar me taksat e amerikanëve, që ato na i kanë dhënë për dashamirësi. Pra neve është shkatruar. Sepse këtu çfarë bëhet? Bashkimi Evropian bën diçka, një taktik që është kanë vjedhur në emër drejtësisë, si thosh. Si çfarë bën drejt? Këta merren vetëm me SBA-kun. Pra thonë SBA-ku. Ti je pyeturi i gjyqit, SBA-ku thotë ai. Prap. Po mos SBA-kun është e vërtetë që funksionon. SBA-ku është një strukturë, është pozitive, është arritje. Është e vërtetë që janë proceduar këta zyrtar të lartë, por qëllimi një nga pikat e reformës, një nga synimet e reformës dhe si ishte SBA-ku. Po këto tjerat, po qytetarët shqiptar, si të ofrojmë drejtësinë, aksesin, i kemi largu njerëzve gjykatët, por janë 200.000 dosje në dorë. Pra, kush do t'i zgjidhë këtë dosje? Pra, që këtu futja e sistemin në kolaps është veprim antikombëtar. Dhe na vjen keq që drejtësia në Shqipëri nuk po funksionon dhe sot të shkatruar. E kemi ngritur në studion tuaj dhe e ngrejmë prap që duhet ka problemet në kohë që t'i zgjidhin, se sa më shumë të ecin nga 200.000 të shkojnë 300.000. Dhe lënia e qytetarëve shqiptar pa drejtësi është krimi më i rëndë që i ka ndodhur Shqipërisë që nga viti 1912 që në kohën e bërjes së shtetit. Si ti shkon, bësh i padindarje gjatë i vit, 2 vjet, shkoj edhe në apel 7 vjet, çfarë këto? S'ka bo vaki. Politikanët shqiptar, politikanët ton janë nda nga 3-4 herë. Ka funksionu gjykata. Pra e kanë provu gjykatën që funksionon. Tash ti pse kanë nxjerrë jashtë funksionit. Pra që këtu del dhe këto s'dalin në raportet e Bashkimit Evropian. Janë nda nga bashortja. Ose bashortja. Bësh një padi për ndarje zjat se e bën ankim në apelaj. Se jam dakord me shkallën e parë, apeli del kur del.
Apeli kanë çdo gjyqtar nga 2.000 deri në 3.000 dosje, pra ti ke shkatruar sistemin. Nga ana tjetër s'ke infrastrukturë. Jo, i pyetja ishte që politikanit i del divorci, të njerëz të zakonshëm si del. Politikanëve kohët e fundit nuk kemi dëgjuar, si duket mund të rrinë distancë është punë tjetër, por them kur ka qenë drejtësia e vjetër, marroshin punë shpejt. Mbaron me gruan e parë numër 1, 2, nda gjykata funksiononte, mbaronin gjyqet. Tani s'marrë dot punë thonë. Si ishte pra? Pa ti ke nxjerr sistemin jashtë lojë. Tani edhe po ta provosh se marrë dot. Po sepse do shihet pse doli dosje këtij çështje jashtë radhës, se ka i shkak. Pse ky ndahet më shpejt se mu, thot një qytetar. Pra, shteti duhet funksionojë. Një nga organet e pushtetit sistemi gjyqësor dhe shkatruar me asnjë raport bëje sepse po i kthehen prapë s'del. Ndërkohë del një patriot që mund ta them, një njeri që do të mirën, kur ka një problem që shkon duhet ta ngresh zërin. Edhe te rasti i kryeministit të Shqipërisë që po flet për burgosin që po kalben shqiptarët burgjeve. Pavarësisht shkaqeve, unë e quaj pozitive. Unë shofarën pozitive. Shqiptarët sot po kalben burgjeve. Në vend të shkonshin gruas, të ishin me gruan në shtëpi, e shtonin popullsin, rrinë burgjeve njerëzit. Sepse kanë dhe detyrime, kanë gocën, kanë gocë, kanë fëmijë, kanë njerëz të rinë afër fëmijës, afër shtëpisë. Neve i marrim njerëzit burgjeve me përshtim veprave të rënda. Dhe kongresmeni po i kthehem, ka bërë një qendrim që radhë bën dhe një mik e theksoj një mik i cili thot të vërtetën se si është, ai do të vërtetën. Të tjerët që mundohen të justifikojnë parat që kanë marrë, me rrogat e majme nga 20 deri 30.000 euro në muaj, thojnë, jemi mirë, ne nuk jemi mirë. Zotri, keni bo eksperiment me Shqipërinë. E keni kthy Shqipërinë në poligon qitje. Pra, testohet durimi popullit shqiptar, deri ku mund shkojë. Pra, edhe pa ujë po i lejnë, edhe pa gjykat po i lejnë. Pa drita, mendoj që kemi të bëjmë me një testim. Pra, deri sa mund të qëndroj këta njerëz, ose ka të bëjmë me... Pra, i qishte i kryebashkiaku që tha, i lash 3 ditë pa ujë, tha dhe e pa që nuk reaguan. Po, pra, i lash pa ujë. E kishte botesta, jo se kishte pas... Po, kishte botesta. Edhe thot, e kishte fajn në vitin 2009, që s'kishte lidhe fare punë. Gjetën fajtorin, u gjetë të tubi. Pra, neve si jemi zot mbajmë një tub që të sjellim ujë, edhe tash flasim për politikën kombëtare dhe ndërkombëtare. Kupton sa zot jemi ne? Edhe lidhet ta t'japin men anë, ndërkohë s'majnë dot tubin. O Vino, po si mendon me fjalë në çfarë lloj kushtesh e kuptojmë është drejtësia, por si mund të zhbllokohet kjo lloj situate? Duhet menjëherë sepse edhe domethënë duhet thash edhe një anë. Neve nxjerrim problematikën. Pa u bo analiza çfarë problematike ka ti nuk mund dalesh të zgjidhje. Problematikat janë 200.000 dosje në dorë. I thonë njerëzit tanë që na duan të mirën. E dyta, duhet urgjentisht infrastrukturë. Shkuptojmë me infrastrukturë. Gjyqtarët t'i shtohet numri këshilltarëve të ketë godina të reja. Të rishikohet reforma në drejtësi. Shifen njerëzit që ke dhe njerëz që i kanë heq. Pra, kanë heq njërin për i shtëpi, kanë lënë atë me 3 shtëpi pa hyrë se mund të justifikojë. Duhet godina të reja urgjentisht. Duhet mënyrën e funksionimit, pra duhet rrit buxhetin. Duhet rrit buxhetin në mënyrë të menjëhershme, pra të ketë infrastrukturë të jashtme. Funksionojnë postat, funksionojnë gjërat, pra sepse po nuk funksionojnë, për shembull, marrim gjykatën e apelit. Do rritet numri i gjyqtarëve, po ku ti çosh? S'kan sallë. Po ti do ta bësh gjyqin Milano ose te uret me ura me gura, te uret tabakve, hajde futi këtu tek klubi dhe bëni gjyqin jashtë. Pra ti duhet të krijosh kushte infrastrukturore e para. Dhe parat duhet një transparencë ku kanë shku parat e reformës në drejtësi dhe duhet bëj godinë re me mjetet e sotshme që ka, mund bëhet shpejt ose të merret me qira një godinë e madhe që të jepet mundësia që të evadohen dosjet. Se pavarësisht se është një gjyq i vjetër, mund të kemi gjyqe të vjetra, por ai do profesionist zgjidhet mbas ligjit, se gjyqi nuk është se po bëj taf peshku, që ve peshku, ve çik kryp aty dhe damo dhe miru pafshëm u bë. Po jo, ti do një vendim, do punë, është pronë tjetër, është jetë tjetër. Pavarësisht se është vënë gjyqi, pra duhet shohim kthimin e profesionistëve krijimin e kushteve fizike dhe duhet të investohet. Pra këtu duhet hap thesi, si të thosh. Pra këtu duhet hap thesi, të hudhet para, të investohet për daljen nga kolapsi, që të ketë një infrastrukturë të mënyrës se dalin. Se janë 200.000 dosje janë në apel që po diskutohen sot, që po mbytet apeli. Dhe kjo do të transmetojnë gjykat lartë, se gjykat e lartë ka i mënyrë funksionimi që e ka mirë, sepse i shqyrton 99.9% ka dosje në dhomë këshillimi. Pra, edhe kryetari i gjykatës lartë në dhomë këshillimi. Ashtu e ka ligjin, nuk po i hyjmë, domethënë
është veprim i drejtë. Ndërkohë vetë kryetari i gjykatës lartë tha që lidhet me deklaratën e kongresmenit, janë standarde dyfishe në vetin. Pra, dalim që kemi fol bashkë tek njerëzit që nuk plotësonin kriteret që i kanë vënë aty, me juristët që mediokër që nuk plotësojnë kriteret ligjore, cilët janë marrë me, domethënë nuk tash ti je marrë tër jetës me ujësjellsa, tani një ditë bukur beresh me gjykatën kushtetuese dhe me Strasburgut, që s'ka lidhje. Do shohësh ligjin për policinë elektrike, jemi dakord, ose ligjet e veçanta, ligjin për ujërat e tjerë, që ti dish mund të jesh mirë te ligji, por drejtësia do profesionistë. Që këtu ka nis gjëra, neve duhet marrim, pra duhet të investohet dhe të verifikohen problemet dhe të kapen në kohë, sepse nga 200.000 do shkojnë 400.000. Po ti ecim ne me raportin e Bashkimit Evropian, ne do shkojmë 400.000 dhe do thonë jena mirë ata. Sepse çfarë ndodh? Tak do arrestojnë një tjetër kjo, lajmi i fundit. Tak, ja, po drejtësia e shqiptarëve. Po Qamili për shkakun që ka i padi. Qamili nga Bërxulla. Si do ta zgjidh hallin Qamili nga Bërxulla? Atëherë, pra neve duhet urgjentisht të sigurohet infrastruktura, pra nuk duhet të tregohemi të kursyer me sistemin e drejtësisë. Këtë budallik që është bë, këtë poshtërsi që është bë popullit shqiptar, se dëmin më të madh e ka populli shqiptar që s'ka drejtësi. Pra sot populli shqiptar s'ka drejtësi. E filloni gjyq sot dhe mbaron mas 15 deri 20 vjetësh, këto janë referencat zyrtare. Por unë po them gjyqet shkojnë edhe më shumë. Pra, bides duhet verifiku ku kanë shku paret. Siç po ndiqen paret e trafikantëve, të ndiqen paret e këtyre njerëzve të cilët kanë masakru shqiptarë dhe i kanë lënë pa sistem gjyqësor. Pra duhet niset çështje për verifikimin kemi dhe detyrim të Shtetit Bashkuara të Amerikës. Ku kanë shkuar parat dhe parat dhe dollarët e taksapaguesve amerikanë. Duhet i themi kanë shkuar këtu, nuk ka frikë. S'ka tendera sekret si akshit. Çfarë sekreti është? Ku kanë shkuar parat ta di populli shqiptar. Që pas nesër themi faleminderit për këtë ndihmë që na ka dhënë. Por kjo qëllimisht më shifet anë. Qëllimisht më qifet, sepse dalin vjedhjet. Si mendon, si e shef paktën vino aktualitetin momentalisht me të paktën dosjet e fundit së pakut, qoftë me Zoën Ballullë, qoftë me Akshin, se sa i rëndojnë pozitat e qeverisë, ose në fakt, ato dosje me këndvështrimin tënd, sa e implikojnë personat në fjalë, por edhe qeverinë. Tani duhet kemi parasysh të jemi dhe korrekt se çështja është. S'kam pyet asnjëherë, sidomos për rastin që ka qenë gjykatë kushtetuese edhe s'kemi pas mundësinë. Mund të flasim, po flas në raport me publikun këtu në studio. Ande, ne kemi diskutuar folëm për reformën në drejtësi dhe për problemet që ka. Edhe rasti konkret kushtetues është i pasojë e njerëzve të paaftë dhe inkompetent të marrë me bërjen e ligjeve. Tani ta serojmë me pak fjalë. Para 2016-ës, imuniteti deputetit ishte i qartë. Pra, ti nuk mund të regjistrosh emrin e deputetit në regjistër pa marrë leje në parlament. Tashi, imuniteti u kufizua. Nuk është heq. Është heq, po është institucional, jo individual. Është kufizuar. Po pra, është institucional. Imuniteti që ne flasim është kufizuar. Është heq për sa kohë Rama ja dha Berishës. Dhe nuk e dha për shembull për Oltën apo tjetrin. Kufizuar pra. Ky është kufizim që ti nuk e arreston dot sa centralizim, jo kufizim. Tani, okay, është diskutim tjetër, është tjetër. Tani dalim te problemi. Sa ku qëndron problemi këtu? Qëndron këtu. Tani, një kryeministër nuk e di sot se për çfarë veprimesh procedurale. Për çfarë veprimesh procedurale dhe për çfarë masa sigurimi, prokuroria duhet të marrë autorizimin në parlament. Të duket normal të kjo. Jo tash i thot prokurori duhet njohë mirë kushtetutën e, duhet njohë parimet e përgjithshme. Prokurori ka kod në procedurës penale. Provat merren sipas mënyrës të parashikuar në ligj. Dhe ligji është kodi i procedurës penale. Kodi i procedurës penale neni 242 që bëhet fjalë është nen i vitit 1995. Pra ka 31 vjet në fuqi, që ka hyrë kodi procedurës në 95. Atëherë, kjo teknikë legislative, kur bëhen ligjet të nderuar deputet,
për vetën e shihni vetë. dot të... Nuk e shohin dot se për çfarë bëhet fjalë. S'kishin qenë përpara. Dhe në rastin konkret, prokuroria ka vepruar në bazë ligjit. Dhe konkretisht, neni 242 është një nen, pra është neni që ta serojmë për publikun, është pezullimi nga detyra i një funksioni shtetëror me vendim gjykate. Pra kërkesën e prokurorit vendos gjykata. Thot mund të vendoset pezullimi nga detyra kur detyra lidhet me funksionin. Paragrafi 2 thot ky nen nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur në bazë të ligjit elektoral. Atëherë, kush është kodi zgjedhor, kodi elektoral? A është kodi zgjedhor? Kush zyrtar publik zgjidhen në Shqipëri direkt nga populli? Janë 3. Këshilltarët e bashkisë, kryetari i bashkisë dhe deputetët. Kryeministri zgjedhet në mënyrë të drejtë për drejtë nga populli? Jo. Zvendës kryeministri dhe edhe ministri. Nuk thot drejt për drejt. Atëherë, a jem rregull me ligjin e shohun tu po? Je i zgjedhur, atëherë unë vëj një pezullim. Nuk të fus në burg pa afat, që se ke statusin e deputetit, sepse neni 288, kushtet e procedimit për deputet është i qartë. Pra duhet të kesh arrest shtëpi, arrest në burg, ose çdo formë tjetër heqje lirie. Fakti që dy deputet të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, është rasti i Rzotit Berisha dhe rasti i Belinda Ballukut, shkojnë gjykatë kushtetuese për interpretim, tregoj për paqartësi. Ti duhet ishe i qartë. Nenet kanë numra, Andi. Arresti në shtëpi është neni 237, arresti në burg është 238, pezullimi është 242. Çfarë i kushtohet këtyre deputetëve ta shkruani, sepse ka ndryshuar ndjekja penale, sepse ekzekutivi, pra ti ke ekzekutivin këtu, ke edhe, sepse këto janë pushtetet, ke ekzekutivin, ke parlamentin, ose ligjvëndësin, ke edhe gjyqësorin. Tani, parlamenti e ka rregulluar procedimin si procedohet. Tash ti nuk e rregullon me i paragraf. Është e thjeshtë. Deputetët për nenin 237, 238, 238 për kontrollin personal që është nenet e kontrollit 202 në vijim, duhet marrësh dhe kontrollin shtëpisë duhet marrësh autorizimin gjykatë. Edhe për deputetët, gjykata po nga parlamenti. Fal, në parlament, në kuvend. Edhe për këto ti ishe i qartë, për këto ti duhet të drejtohesh kuvendit për autorizim. Ti ishe i qartë, që janë të ligjet pa qarta. Neni 42 sot me këtë teknikë legislative nuk ka asnjë lloj pengese. Tash ti e çon gjykatë kushtetuese thotë më ka marrë mu kompetencën, se e pezullohen ose e pezullohti ose është statusi deputet. Pse? Tash kjo nuk është e zgjedhur, kështu që për mua është në rregull. Është faji jot, pra fajin ta tia edhe tjetrit. Pra të paaftët që që e lanë sot Shqipërinë pa drejtësi, njëjtët paaftë kanë bëu edhe këtë tjetër. Pra është i qartë, është neni 288, është nen pa titull. Të shohësh kodin e procedurës penale gjithë ka titull. Dhe duhet të ishte titulli. Kushtet e procedimit për kryeministrin, ministrin dhe deputetët. Dhe i ke tak të sqaruar, është fare i qartë. Ti pse le? Pra, Ander është shkuar 2 herë në gjykatë kushtetuese për këtë punë se ti i ke lënë gjërat e paqarta. Tani është bërë me qëllim, është bërë nga paaftësia, kjo diskutim, se mund të ketë tani mish dhe jetë, ta kemi një. Dhe me këtë lloj teorie që i kanë bërë vetë, tani mendimi personal është tjetër. Ligj është ligj, ligj është i qartë. Mund të jepen mendime që jo ndërhyn pushtetin tjetër, është vendimi i gjykatës kushtetuese. Por këtu nuk ke asnjë lloj pengese ligjore, sepse masën se ka vendosur SPAK-u, është bërë kërkesa nga SPAK-u dhe është miratuar nga gjykata. Atëherë ke apelin që e la në fuqi dhe për masën që është pezuar nga gjykata kushtetuese, kemi datën e gjyqit që do në datën 22 që do bëhet edhe interpretimi i normës kushtetuese. Nëse kemi cënin drejtës kushtetuese. Po pra, por kjo shkon. Duhet ishe me nenet qarta. Pra, më përpara të kushtetuta 98 se dinin deputetët dhe ministri, kryeministri se për çfarë shkohet në parlament. Sepse janë 2 gjëra, janë masë sigurimit duhet ta dish edhe deputeti vetë, ore këto për shembull telefonin a ja merr dot një deputeti? Jo, sepse duhet marrësh autorizimin gjykat në parlament, më pas shkosh në gjykat, marrësh vendim gjykate dhe ja merr. Ti duhet të dish këto rregulla. Pra, çfarë mjet e kërkimi prove dhe çfarë masa sigurimi, po kjo është aja. Dhe s'mund ti thush të kërkosh fajin tjetër ti lëshosh tam premçave të tjerë. Ore ti vetë e ke lënë këtë punë. Je mirë apo je ke zgjidhë vetë para. Pra, shife vetja se niveli juristëve që e solën në këtë drejgje e lanë Shqipërinë pa sistem gjyqësor. Fakti i cili del dhe kongresmeni amerikan, Keith Seth, i cili thot
duhet procedohet për të ndërprerë gjendjen e mëtejshme, sepse po degradon situata. Dhe kjo mungesa e sistemit gjyqësor sjell pasiguri, sjell pakënaqësi, i cili kulmoi në vrasjen në tetor të vitit 2025 të gjyqtarit në gjykatën e apelit, i cili qytetarit, sepse gjyqtarët dhe prokurorët i vret krimi organizuar, jo për çështje thjesht. Dhe çështja tha im plasi shtëpi kam 13 vjeta, po vi për dall. Kush i jep dit, por ç'a bëhet në raportet po t'i vesh re, devijohet kjo. Neve themi, ne kemi drejtën, domethënë, neve e kemi bë tonën në ëndër, ne e themi tonën. Por duhet ta thonë dhe në raportet zyrtare. Del një kongresmen amerikan i cili ta thot ballë dhe ky e theksoi janë miq tan kur e i thut të vërtetën aty ku është. Është edhe rasti aty të gjyqtarit ta hiqim se kush është person, jo ky që s'ka lidhje, po flas edhe sikur të jetë nga gjyqtarët më të këqij. Prap dhuna është e pa justifikueshme, sidomos dhuna është e pa justifikueshme, jam dakord. Jo, se desha se pati linde i debati se njerëzit i ka ardhur aty ku s'mban më. Edhe psikologjikisht po janë të frustruar për shkak se nuk kanë marrë drejtësi. Dhe dolën publikisht dhe në mas se ky personi që vrau gjyqtarin i kishte bërë dhe mirë. I fjalë ky ishte, por mu ishte e të mëshme. Ora unë e di që ka gjyqtar, prokuror, avokat, politikan, por kur arrin është alarmante gjendja kur arrin një popull të thotë që mirë bën se na kanë vjedhur, na kanë. Dhe kjo na kanë i ka bërë nga brenda gjithë këto vite. Dhe këta nuk është problemi se na kanë. Këto vazhdojnë të na kenë. A kupton? Unë besoj se situata është më tragjike se kaq, është më alarmante se kaq. Situata neve e shohim vetë njerëzit janë të acarum. Pse? Nuk ofrohet drejtësi në kohë. Nuk ofrohet drejtësi në kohë. Ore kam asës dhe nuk ofrohet drejtësi fare. Edhe do vi koha që këtu sistemi të dali komplet out. Këta njerëz që e kanë sjellë këtu dhe thotë dhe kongresmeni amerikan duhet marrin përgjegjësi. Nuk është thjesht problem hiq njëri nga puna, hiq tjetrin nga puna. Kanë shkatruar sistemin gjyqësor. I kanë çuar shqiptarët, pra këta janë fajtorë që po zbrazet Shqipëria sot. Që thonë njerëzit, më mirë tiki jashtë, tikin jashtë. Pra, mund të jetë në një ndoshta edhe në e shërbimeve që nuk i duan të mirën vendit tonë. Edhe sponsorizimi, thash edhe herë, mu më shqetëson fshefja e problemit. Kjo është problem shumë i madh. Urrëtia për sistemin gjyqësor është e madh, jo për fajt të gjyqtarëve, për fajt politikës. Politika sjell me sistemin gjyqësor dhe retorika shumë e ashpër, por nga ana tjetër ka shkatruar sistemin gjyqësor me këto pseudo reforma që nuk ka qenë halli pastrimi i sistemit drejtësisë, por shkatrimi i sistemit drejtësisë. Nuk mund të them kapje, është shkatrim kjo. Fakti që po mushen burgjet automatikisht për 2 vjet u mushën prap, ty të rrezikon vitin tjetër të mushen për vit bosh çdo vit nga i amnisti. Pra ty nuk funksionon sistemi. Kush e ka fajin? Ai që e boni këtë drejtësi e ka fajin. S'mund ta vë fajin. Edhe sot i vet prokurorit Premçi pse kërkove Pezullin. Po pse s'e kërkon ai atij që boni ligjet? Ku i ke bë këto ligjet? Si i bën këto punë? Pa si i bën ti këto ligje mbrapsh? Si i bëre këto që hoqe profesionistët, se thuatet vinë 3, po edhe 3. Po vino, sa mundoj një prokuror për një akt eksploatimi për ky si profesionist? Në shkuptim akt. Kapet telefonin tim. Dhe brenda telefonit tim ke një lloj indicie, se telefoni ose bisedat janë indicie, që i fakton me një vepër penale. Me një provë tjetër që fakton bisedën time me vepër penale për cilën unë po heton. Sa mund t'i duhet, se ti ke qenë prokuror, sa mund t'i duhet një prokuror që të bëj një për subjektin fjalë, ta çojnë në jo arretim paraprak, për në procedim. Tani duhet kemi parasysh edhe ngarkesën sepse edhe zbërthimi i telefonit ka shumë punë. Për shembull, ti në ditë mund të kesh 10, 20, 50 biseda. Dhe kur bëhet akti ato kthehen libër. Pra ti do bësh një punë shumë madhe dhe do punë. Pra madje unë sugjeroj telefonin jo për çdo lloj çështje, vetëm kur ke në një dyshim të fortë. Pra mund të merresh me telefone me gjëra të saj natyre. Telefoni zjat, sepse do bëhet interpretimi i provës. Tani diskutohet çka ka telefoni është. Telefoni zbërthehet ose më saktë nuk është ajo që thithet që është
përgjigje me bisedën. Telefoni bëhet një akt ekspertimi. Dhe akti jep dhënat si mas fodra, ke këtu. Pra nuk është, si thuhet tu është përgjim, jo, është gabim. Është akt ekspertimi, i cili është i detajuar dhe me fodra. Në qoftë se këto, duhet jemi të kujdesshëm. Shpesh ka ndodhur, për shembull, dalje jetës private që nuk ka lidhje me hetimin. Pra duhet jemi të kujdesshëm jeta të diskreditu subjektin ose për ta jeta private, dalja jetës private ose më saktë, hedhja media e fantazisë, se lind fantazia seksuale, çka kanë dhe dëgjona ke parasysh, janë këto që nxisin. Dhe hajde shkon ajo punë si u bë qimja tradh, s'po të kemi parasysh. Nëse të tradhin e burrit nga ndaj gruas se kanë vepër penale. Tradhin ndaj adheut, po synojnë ta bëjnë dhe bigamin, ti dënojnë patën. Që ti radhojnë burrat fare, domethënë. Po, nuk më heq nga qarkullimi. Që ti radhojnë. Pra këta që janë fort që marrin nga 2-3, këta ti dënojnë. Ai që është rri beqart mos dënohet. Këta dënojnë beqarët. E di pse pyeta edhe për vete, po edhe për opinionin publik. Kur është, mi fjalë, zonja Balluku është më saktë me ndalimin e Vizberberit, që ishte drejtori i tij, është konstatuar te telefoni i Vizberberit edhe bisedat e bashkëshortes dhe bisedat që ky screenshot që ka pasur me zonjën Balluku. Vizberberi është arrestuar në mars 2024 dhe prokurorit është dashur 1 vit e 8 muaj të bëj akt ekspertimi në telefonit për atë favorizimin. Dhe këtu prandaj të pyeta, me fjalë, a është e mundur, sepse unë e di se vërtet prokuroria nuk parandalon se për të parandalon policia kryesisht, por ama prokurori parandalon qoftë me masa shtrënguese, pra të arrestit apo arrestit shtëpiak apo arrestit në burg, qoftë me detyrim paraqit apo pezullimin nga detyra, nuk ka rëndësi, se këto janë masat. Kishe proceduar më para. Jo, po pra, nëse ti i ke lënë të bëhen zgjedhjet, të rikonfirmohet zëvendës kryeministre, zëvendës ministre, dhe tani ti më nxiton, ma mban një akt ekspertimi, 1 vjet e 8 muaj në zyrë. Kur e kishe të faktuar me subjektin tjetër, atë për një nen njerë që është 3 vjet heqje lirie ky favorizimi tjetër, po deri 4. 3 mos s'kote 4 fare. Është paragrafi 2. Paragrafi 2, që është bashkëpunim gjatë. Mbi një shumë të caktuar, dëmi është... S'kan gjithë dëm ato ekonomik. Mbi një shumë të caktuar tenderimi ka kualifikim tjetër. Neni 258 paragrafi 2. 4 më, ore e dursi ti morë 7 për pastrim parashës, po nesi ditë butë. Po të zem 4. Se ti e ke me nëzitim këtë. Me fjalë tani e ke me nëzitim ti. Që pa dhonë gjykata kushtetuese ti nëzitove që ti jepshe masën e pezullimit me këtë lotin e 4, 5, 6, nuk ka rëndësi. Por fakti që ti ke majtë 1 vjet e 8 muaj, ti do të thotë s'ke pas nëzitim. Për ta quar nga hetim paraprak në procedim zonjën, për të penguar që zonja të bënte vepra të tjera penale në aspektin e tenderave apo koncesioneve, për të rizgjedhur, rimandatuar nga, sa është deputeta e, përvesë është ministre dhe kryeministre, për e letë rimandatoj, e letë rikonfirmon të Rama prap në detyrë, dhe tani ti e kërkon me ngut të arrestosh. Po ti kur pritë i vetë 8 muaj, pritë edhe një muaj për sa shpejt gjykata kushtetuese. Mendoj unë si logjik. Sepse kjo logjika që ke del spaku nuk më pëlqen. Që kanë këtë nxitimin e modh që duhet me kaptë se kjo tani, ose del dhe opozita, se kjo po vjetë janë, jo me jo. Edhe ajo është e gabuar se dolën gjithë, jo po këtë rastin e ka denoncu, e ka kallëzu Basha në fillimisht, pas e kallëzoj 1 muaj më mbrapa, pra mos gaboj gusht Basha 2025, 1 muaj më mbrapa shtator 2025 e ka kallëzu Gaz Bardhi. Asnjëri për të dy. Ajo çështë e ka qenë aty që kur është arrestuar Vizberberi. Biles ndjenin time dhe me atë që kaq sa kam ulumtu unë, atyre të dyve u ka rrjedh më saktë. Spaku t'ju ka rrjedh informacion të këta të dy. Dhe këta për të marrëve meritat kanë bërë kallëzimin për tunelin e Llogaras se nuk. Provat kanë qenë te telefoni i Vizberberit ose më saktë te bashkëshortja e Vizberberit. Prandaj po them që a është ky form 2 standardi që përdor prokuroria kur do ajo e bosi do ajo,
kur s'do ajo, dhe më falë, dhe pëse ti e ekspert. Dhe në rastin konkret, kur herën e parë, ti të favorizimi dhe detyrim paraqitje dhe mora pasaportën nga Afrika mos largohet, se ishin shprehje sa që me që u largu Beni, kemi frikë mos ikën dhe Bela. Që 5 është dhe të merret dhe pasaporta. Po, me që ishë largu Beni. Po, ashtu i bim, me që është largu ku dëgjoni tjetër, ashtu i mos shkojnë koto, të harrojnë se gjithë dhe merret pasaporta. Me lotin e 4 i dhanë masën e pezullimit dhe kërkun arrestimin e shtëpie, besoj se për flitet ose burg. Pa arrest shtëpie flitet për shkak të pozitave të saj, se nuk flitet për arrest me burg paktën, po mund ta kthejnë dhe burg ata se s'merret vesh, a kupton se është në cilësinë e gjykatës pastaj për ta vendosur. Tani, pse e lanë detyrim paraqitje fillimisht dhe pastaj nxorën këtë lotin 4 që edhe lotin 4 aty e kanë pas prokurori. Po të njëjta nuk është provë e re për shembull që ti me tek kjo i futet sa jetimeve tjera atje dhe gjetë këto provat. Janë po bisedat me varësin e vet, janë po bisedat me të njëjtin telefon që janë bërë që prokuroria ka verifikuar subjektin fjalë me punë operative si thuash në për dokumenta apo në terren. Tani, që ta kuptoj, sinqerisht nuk e kuptoj. Është sa, tani, pyetjet janë me pse nuk është procedurë më parë me këto prova ku janë njëjtat prova. Nuk kam të procedurë më parë se normal e di që është afati jetimor. Është e njëjta prova. Dhe pyetja tjetër është. Dhe më fal, se kisha edhe për me të njëjtat prova procedurat ndryshe. Jo, është edhe më e bukur se kaq, se dola ditën në televizion, po faktikisht sikur janë olla aty Benit Becit, se është në detyrë akoma ai. Po Beneti pse rin detyrë? Edhe për njëjtat vepra është. Jo, për një të vepër dhe më keq. Ai ka folë dhe për lek, se kjo s'kishte folë për lek. Ai ka folë dhe për lek me Vis Berberin. Dhe është ka po nga telefoni Vis Berberit për të njëjtën me fjalë, nga njëjti subjekt kanë dalë këta të dy. Po ky pse është në detyrë ky kryetar bashkie? Ky nuk vjedh ky? Vetëm kjo vjedh. Okej, pra, unë një standard dy fish spagut që mund ta them sepse kemi parasysh një diçka. Standardi dy fish spagut. Standardi dy fish, po mund të jetë vërtet hetimi se standardi dy fish spagut, për shembull, marr te rasti me Diu. Po të kemi parasysh. Po. Rasti Fatmir me Diu është çështja u fillu, ndryshoi ligji, u trajtu, domethënë që është pezulluar fati para shkrimit të ndjekjes penale dhe u mori panderë. Dhe vazhdon gjyqi sot. Kemi çështën Durrës Kukës. Po. Edhe ajo për ndryshim ligji është. Po. Pra provat e marra jashtë afatit hetimor ka ndryshuar ligji, nuk mund të përdorë, ishte me raport. Sot Basha ka qenë. Pra Basha. Me raport. Po si mund të shkojë edhe me raport? Akuza mund ngrihet. Se ishte deputet. Pra akuza është e ligjshme, prokurori ka drejt ngrej akuzë. Tash pse nuk rifillon çështën Durrës Kukës? Që është vlerë dëmit. Si mund të fillojë çështja Durrës Kukës? 600 milion. Siç fillohet atë me Diut për ndryshim ligji. Prokuroria vën vizi. Si për ndryshim ligji? Ma sero pak, të lutem. Po ta seroj. Po. Ndryshimi i ligjit shkupton. Po. Pra Basha sot mund t'i kthehet të rikthehet dosja Durrës Kukës. Me ndryshim ligji, kupton ligji procedurial. Po. Te me Diu thot për të marrë panderë nuk ka nevojë autorizimi i kuvendit. Apo është kjo? Po. Dhe ky që shërbeu si shkak e rifillove dosën, nuk ka nevojë ndryshoj ligji. Në 2017 ndryshoi ligji kushtetues. Patjetër. Dalim tek Basha. Ndryshoi në 323 dhe ky ligj që kemi parasysh Basha u pushu se ishte marrë i panderë jashtë afatit hetimor. Po se e di. Dhe veprimet e kryera jashtë afatit hetimor s'mund përdoren. Tani ligji u seru, thon provat e marra jashtë afatit hetimor s'mund të dorë, por akuzë ka drejt ngrej prokurori. Pra ti ke drejt ngresh akuzë. Merret pandreu çohet. Rishikohet këto vendime çohet. Po pse Basha shkon për 21 janarit shkon për Durrës Kukës? Pse një prokurori e investuar që tjetë pavarësisht se Strasburgu e quajti krim shtetëror dhe riktheu ja la patatën. Edhe te 21 janar. Po pra, ja la patatën dorë këtyre. Po këto janë prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme kundër korrupsionit. Dhe pse evitojnë korrupsionin dhe merren me shpërnderimin e detyrës Berishës ose me shpërnderimin e detyrës Bashës, pastaj varet mund ta klasifikojë dhe vrasja ata, nuk e di unë. Pavarësisht se është bërë një herë gjyq. Kurse tek Durrës Kukësi janë vlerë dëmit 600 milionë euro. 600 milionë euro shpërdorimi i fondeve publike. Bëhet fjalë vetëm për segmentin në Rrëshen Kalimash, sepse kur diskutohet, vino ma ta bëj pyetje se ti e njeh. Po, unë kam qenë prokuror i çështjes. Po, kam qenë prokuror i çështjes. Të lutem, bëj një pyetje. Se është ky debati që Basha në atë kohë nuk ka lidhje me
Durrës Kukës, se ja veshim kot, sepse nisjen e Durrës Kukës e ka bo Indiri Kololdashi. Tani sa është implikum Basha te kjo sa është implikum se s'te bëjmë gjyqin publik tani se. Mos ta ashtu, po në sensin ku ndahet Koli me Basha, kaq do diun. Për të seruar mirë dhe publiku se as publiku se di. Kololdashi nuk ka asnjë lidhje me tenderimin e rrugës Durrës ose më saktë segmentin Rrshen Kalimash. Se bëhet fjalë për segmentin Rrshen Kalimash. Nuk ka as ndonjë lidhje. Nuk ka asnjë lidhje, tenderimi nuk ka qenë as pjesë e tenderit, nuk ka qenë asgjë. Pra, Kololdashi nuk ka asnjë firmë me segmentin Rrshen Kalimash. Kush i ka firmën? Rrshen Kalimash? Te Rrshen Kalimashi nuk e di çështjen mbrapa, por te çështja që ka pasur flas për ministri linjës. Ka qenë ministri zvëndës ministri detori RSH që kemi pasur dhe një detoreshë e RSH që pa në që 4 vetë, 3 morë. Është ministri linjës që ka firmos, ne kemi bërë një jetim plot dhe gjithanshëm atere. Kam qenë unë prokurori qështjes, zvëndës shefi sektorit krimit ekonomika Qëllnabi Bago dhe drejtuesi prokurisë ka qenë ish prokurori vetë Gjimu Çmara, sot është në pension. Po ku konstatoj dëmin, se sinqerisht jam kurios. Do ta sqaroj me 2 fjalë. Po, mi fel si konstatoj që janë 600 milion dhe jo 1.1 miliard sa shkoi. Tani, rruga, vetëm segmenti Rrshen Kalimash ka shku, nuk është bëhet, dhe kjo nuk bëhet transparenca. Duhet bëhet sa ka shku segmenti Rrshen Kalimash në transparencë, me tabela, kjo rruga ka shku, pse nuk bëhet? Sepse del. Tani, ku është shkelja? Që është në kufit e Vjedhjes. Shkelja anë e qartë. Kjo rrugë është bërë me çmime njësi. Pra, është bërë një projekt, mendojmë që do ketë kaq volume pune, pra dhe marrim për kaq volume pune dhe na teproi thotë. Volumet e punës këtu qëndron Helja, se tha djalli fshihet në detajet. Volumet e punës kishe një çmim që betonin e llogarisim me zemë, se po marr 200 mbaj mend. Pra ishte betoni varfër. Ishte 135 euro, ndërkohë në treg ishte 35 euro. Betoni i pasuruar ishte 600 atë 500 euro diçka e tillë. Pra ishin çmime 3 herë më të larta se çmimet e tregut. Dhe këto çfarë bonin? E shumëzonin zërat e punimeve që ishin në zemë. Dhe mendojmë me shumëzim 3. Ndërkohë që në treg ishte më lirë. Ndërkohë nga ana tjetër, këta kishin kantieret e ndërtimit aty gati. Pra e bonin betonin në vend, që ishte shumë herë më i ulur. Po Semblinin pra. Gurin e kishin aty se Shqipëria, falë Zotit, ka gur, nxirr gur edhe procedon. Edhe në tunel ishte pretenduar që do bëhej shpimi i tunelit me kërmidh quhet ajo nga ato, me sonda për diamanti, është bën me dinamit. Bilesraj tunel nga sasi e tepërt që të inaugurohej para zgjedhjeve 2009 ra tuneli në tokë. Pra që këtu nuk është marrë kush me këta. Dhe vlera këtu, në fillim kur e kishte çështjen prokuria e Tiranës, krahasuar me volumet e punës, ishte 200. Pastaj kanë prokurit përgjithshëm. Shkojnë në prokurit përgjithshme. Kush e kishte prokurit përgjithshme? Në prokurit përgjithshme është drejtuar çështja nga ish prokurore përgjithshme Ina Rama, e cila çuditërisht, po pse del gjithmonë emri në çdo vend kësaj zonjë? Po i del sepse ka gisht. Ka firmë, ne po diskutojmë për film. Pse s'themi ne, pse s'tem për dhorjen e Sollakut? Prokurit përgjithshme është poshtë çështje? Në prokurit përgjithshme çështja është majtë në dorë. Po pra është majtë. Dhe është majtë në dorë dhe është diçka për ashtu për të studiuar. Pse prokuria përgjithshme? Ta, bravo. Se këtu është. Tani, më përpara kemi të ndryshimet kushtetuese që ta sjellin te publiku. Sot zyrtarët e lartë i ndjek SPAK-u. Sepse është lini 75 A i kodit procedurës penale. Procedimin e ka më përpara zyrtarët e lartë, ministri, kryeministri, deputetët, kishin jurisdiksion fillestar, kishte prokurie përgjithshme. Pra çështja shkote drejt në gjykatë të lartë. Dhe ishte ndjekjen, ka qenë rasti Metës mos gaboj. Kompetencë ekskluzive prokurores përgjithshme, prokurorit të përgjithshëm. Dhe këta kanë dorë dhe kemi qenë të centralizuar. Dhe këtu çuditërisht ka qenë prokuror Xhevat Hana, se ka qenë dhe një prokuror tjetër, për shkaqe etike nuk po e përmend emrin, e ka hequr Ina Rama dhe Xhevatin e çoi në shkallë të parë. Pra, dhe edhe të çështjes janë tu lut me mënyrën e këtyne. Te Kalim Tafate.
Te kalimi ta fatë fal. Te formimi i grupit. Po. Çon njërin ne, çon njërin ne. Të rrim te kjo se se flasim se janari një ditë tjetër se do t'i se s'mund t'i futemi nga këtu kalojmë aty se ta bëjmë realisht kuptueshme për publikun. Se do të ftoj prapë sinqerisht se është më në vazh. Merremi me dorë. Sinqerisht se e kemi harru, se na duken 600 milion euro si gogla, po unë e them edhe sot, Vino, që sot për shembull të keqen e Ilirit, kur flisim për Ilirin 700.000 euro që me vitën 700.000 euro, të keqen e Ilirit sot 700.000 euro i u gjetën tub vetëm pastruesës. Po, është e vërtetë. Që gjeti të tubit te sekretare. Më fal, të lutem. Po, në atë kohë 700.000 euro nuk ka vlerën e 700.000 euro sot. Sot po, është e vërtetë. 700.000 euro bëhet 2 pallate në atë kohë. Po. Sot zblet do të një shtëpi. Po, kjo është e vërtetë, kemi një zhvesi. Ashtu, kështu që 600 milion euro e rrugës Durrës Kukës nuk janë me dollar, më duket se s'ka qenë euro. Euro ka qenë. Kontrata është lidhur me euro. Më fal, e di pas kam ditë gabim. Unë e di dollar, se ka me kompaninë turke apo jo. Po, është Bektelenka. Janë dy kompani, është bashkim. Bektelenka dhe po. Dhe qeveria shqiptare, kjo ka qenë Bektelenka nën kontraktu për bë punimet. 600 milion euro në atë kohë janë si 6 miliard euro sot. Në vlerë leku, në kuptim. Ka dhe diçka andi. Sepse ne tallemi sigur janë, sot ja kanë marrë këta, kanë marrë ata. Po sot të thash dhe një herë, me 700.000 euro sot nuk blet dot i shtëpi. Po. Atëherë ka pas vlerë. Blesh i shtëpi në qendër, shif futu këtu te këto agjencitë imobiliare, gjej shtëpi minimalisht mobilu me 1 milion euro thot ai, edhe 2 dhomë kuzhinë, 100 ca metra katror. E qameti edhe garazhin ta shet prap një 40-50.000 euro për vendin ku është. Kështu që në vlerë leku, si ka mundësi që e kanë anashkalu këta? Ose si ka mundësi që Basha sot anashkalohet? Si ka mundësi që Basha sot nuk futet fare në optikën e askujt? Për 600 milion euro, si ka mundësi që edhe Rama vetë që ka interes qoftë përse ashtu erdhi politik ose erdhi për të bërë kush është pazar, me fjalë, unë jam se tu është pazar. Me aq sa kuptoj unë se kam ndjek çështjen pa bë pjesë fare. Pazar, prokurori përgjithshme. Po, edhe gjykat. U la jashtëfatin e bë. Pushojmë çështën. Dhe këta që prit, se s'kam marrë. Dhe këta që erdhën që heshtën. Kanë heshur madje mund për shtypje se edhe njësi spesësh dhe deputeti PS-s Erion Braçe çdo javë dilte me fol sot s'ka fol fare. Po. Ka fillu flet për bukën e përgjithshme. Sot merret flet për bukën, për tubat e shkarkimit pse derdhen rrugë ose derdhen keq ose kur foli ditë për këto cigaret elektrike. Foli ditë pse derdhen ujërat e zeza në liçen. Mirë, shumë mirë që flet, është zonë mirë, është zonë mirë, po mendoj që kanë rëndësi për duhet flasë edhe për çështjen e Durrës Kukës. Dhe ka diçka që nuk e thot askush. Po më fal. Kreditë marra për me qenë korrekt me kontraktorin, ka qenë kredit tregtare, të cilat ka një përqindje shumë të lartë. Pra ne duhet të kemi transparent, kush banka ka thonë kredit tregtare, vuton, që kanë përqindje të lartë. Sepse kur merr, për shembull, po për kredit, po. Janë kur janë për efekt tregtie, kanë përqindje më të lartë. Pra, shqiptarët kanë paguar më shumë para. Tregtare është me përqindje shumë të lartë. 7%, siç merren shtëpi sot me fjalë, ta bëj të kuptueshme. Pra, po pyes për ta bërë të kuptueshme. Padia tregtare, kredia tregtare e ka shumë të lartë përqindjen dhe do paguash më shumë. Dhe dëmi buxhetit të shtetit është më i madh, sepse ke paguar më shumë. Po. Dhe kjo s'del me asnjë vend. Dhe e dyta, pse s'pagu ka rifilluar çështjen e Mediut dhe s'ka rifilluar çështjen e Durrës Kukës. Kjo është pyetja. Janë të dyja rastet janë ndryshim ligji, shkurt, ndryshim ligji, sepse jo kjo është, janë të dyja njësoj. Këtu ndryshoi ra imuniteti, kurse këtu tjerët e kemë rregull. Madje dhe vendimi e theksoj, kur është bazuar gjykatë e lartë, që është bazuar te një vendim tjetër i formës pre ka rënë, se ka prish gjykatë e lartë. Pra ka rënë sot ai është i hapur dhe nuk hapet çështja. Kjo nuk është problemi për me dënuti. Jo. Angre. Populli shqiptar duhet di ku ka shkuar parat e veta. Pse po zbrazet Shqipëria sot? Sepse 600 milion euro që janë 1 miliard të ishin investuar në rrugë, sot Shqipëria po bëhet vetëm por të kurrët sa të ikin gjithë nga Tirana të ikin fare nga ky vend. Por të ishin investuar siç duhet, bëhen rrugët siç duhet, bëhen projektet siç duhet. Sepse që atëherë nis, nuk është se nis me kone e Ballukut, gjejmë Ballukun shumë mirë, nëse ka
përgjësi të maj, përgjësi penale. Por ne duhet të shohim në kohë dhe në hapësirë. Sepse Shqipëria është grabit për 35 vjetë. Është grabitur. Është grabitur për 35 vjetë. Po në arrojnë grabitësit pa. Kemi marrë vetëm këto grabitësit që janë tani. Grabitësit dhe po merren dhe copat e funit. Po merren, po grabitën dhe habitën sa vend i vogël jemi, sa pasuri kemi pasur. Po grabitët prona publike. Sepse paratë e buxhetit shtetit nuk janë paratë e politikanëve, janë paratë e popullit. Dhe duhet të investohen në mënyrë të tillë, sepse janë paratë të cilat vijnë edhe një borxh që merret. Këto kredit tregtare janë marrë borxhi që të bësh i rrugë të mirë e të mos i futësh paret në xhep. Se funa çka kuptimi ka kjo punë. Ju i fusin paret në xhep. Çmimet dhe këtu është rrit vlerë e dëmit sepse projekti është trafishuar. Sepse u synu mund të ishin kaq zëra punimesh është trafishuar. Ka qenë dhe një pak të akuzë publike që është bërë atëre që edhe segmenti është bërë më i ngushtë se nga ana e për shumë Kosovë ka qenë qofse rruga është fjala vjen, po e them koto 10 metra e gjerë për të dyja kursit, këtu tani është botë 8 jashtë standardit. Po ti shif dhe kanë kursy dhe në segmente, kanë bërë më të ngushtë se sa duke e ngushtuar rritet vlera e fitimit. Pra këtu është parë si për me vjedh. Sepse ne jemi vend i varfër, nuk kemi luksin ta bëjmë prapë atë, se jemi vend i varfër. Po çfarë rrezikon Basha sot? Tani Basha, me thënë drejtën, tani me veprat që mund, nëse konstatohen vjedhja. Por mu dosja duhet hapet, neve nuk kemi qëllimin, për mu nuk fitojmë gjo. Domethënë, pak rëndësi ka dënimi. Ne aty është shpërdorimi i detyrës, është dhe shkelja e barazisë në tender. Janë dy dene, 258 dhe 248. Por, çfarë që diskutojmë, këtu duhet marrë vesh populli shqiptar në historikun se çka ka ndodhur. Me që u hapen letrat, po hapen shkeljet, sepse u bë kjo propagandë, se po diskutojmë, u shkatru gjithë sistemi i drejtësisë për spagun, apo ecën spagun. Ta dim në shqiptarët se çka ka ndodhur me rrugë dhe ku po ecin. Dhe ta dim edhe diçka tjetër, pse s'flasin këto që flitshin? Braça, pse s'flet më braça? Braça e kushto tjetër se po mi pra braçat e tjera. Pse s'flasin braçat? Pse janë fut në strofë? Po. Kush i ka në strofë? Po mi pra kush i ka dhe pse kanë frikë ta denoncojnë prapë? Thjesht transparenca, duhet dihet më, se çfarë sekreti shtetëror sa është investuar për i rrugë. Sekret shtetëror është, për shembull, kur blen armë për ushtrin, duhet dihet sekret që blerja e tyre, se është diçka që kompania të kufizon. Por këto sekret sa është bojë rrugë, çfarë sekreti është kjo? Ose sekret tenderi çokoladave aty. Apo ja. Tenderi çokoladave sekret, se haj 4 çokolada në ditë dhe është sekret se ha 4 çokolada në ditë. Ato. Vino, unë të falenderoj për kohën tate, s'po të mbaj mos e di që ke angażhimet e tua dhe sikur se e folim do të ftoj prapë sinqerisht edhe për ta konsumuar pak atë temën e 21 janarit, sepse njerëzit e kanë dëgjuar pas here nga ty, po të paktën dhe unë nuk e kam parë të konsumuar në detaje. E din ngjarjet, e din çka ka ndodhur, janë të qartë njerëzit, po për ta parë në detaje se si kjo gjë mund të kthehet, të rikthehet dhe çfarë ndikimi mund të ketë në aktualitetin politik në vend. Të dashur miq, ju falenderoj shumë. Edhe diçka, më thuaj sa dush duhet të jemi të korrekt. Çështja një senat është çështje në netim dhe ne flasim dhe diskutojmë mbi aspektet e diskutojmë ato që janë publike, pra janë publikuar te faqja zyrtare e gjykatës lart dhe janë vendimet të cilat janë nga ana jashtme. Hetimet e tjera masaj janë sekret standard. Pra janë po bëjmë një analizë publike pa cënuar dhe njerëzit dhe personat dhe provat që kemi. Kjo është për indicet që kemi. Po indicet janë dhënat që dhe për shembull ka bën librin Bamir Topi. E din gjithë atë, ne kemi lexuar librin. Po librin. Dashur miq, kisha Vin Karanxhën sot dhe ftoj sërish sikur se thash për 21 janarin apo për të paktën për të treguar diçka më tepër nga ajo që ne dim. Ju lutem na bëni subscribe, like, na komente, na mbështesni, na jo vetëm duke na parë, po duke na sugjeruar edhe te miqtë tuaj. Jemi të mirëpritur me komentet tuaja apo sugjerimet tuaja her pas here. Ju falenderojmë dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Unë për pak do lidhem dhe me dy miqtë e mi, Ermani dhe Marsidin, në emisionin tjetër për një temë aktualitetit që është e rëndësishme. Vino, faleminderit dhe ju për ftesën.